në mos gabosha në vitin kur është kriju NASA, 1958-ën? Duket se po. Po. I bise një vit para, se para se të krijojë NASA, një general amerikan, Marines, që kishte anije domethënë, udhëtoi domethënë në Antarktik, në jug. Dhe çfarë bëri? Doli, erdhi në Amerikë, edhe tregoi domethënë, vlla, kalova unë Antarktikën, edhe përtej Antarktikës ka jetë, ka botë tjetër, domethënë nuk kemi vetëm ne këtu. Shlap, e vran, e hoqën, e eliminuan, se çai bën, nuk e din asnjë person tani. Me pushime atë. Shqyqës zakonisht. Kupton, si ishte kriju Dubai akoma atë, po s'ka gjë. Në e lulu, e kishin çu. Tani një vit më mbrapa, kështu si pash, shpejt u kriju NASA. Mu më duket të dyshim të vlla, si ka mundësi del bosi thot, ore shiko kështu, pastaj masi viti direkt bam këtu, kupton? Ashi çik unë prap vendos pikpyetje, nuk jam 100% i sigurt. Unë do të thënë këto janë dyshime fakte që i kam parë domethënë me sytë e mi, që më bëjnë tepër për me dyshu se a është e rrumullarët apo është e sheshtë. Ka plot gjëra, kupton? Pastaj lind pyetja tjetër. Pse ne duhet të studojmë hapësirën nga NASA? Kur s'kemi studiuar oqeanin 10 vite. Nisi NASA. Nuk shojmë dot, po hapësira, pse ikim ne? Jo, është më lehtë, pa, s'ka ujë e burë, ikin këta. Çat më kollaj ajri. Pastaj vajti Artemisi në hën. Okej, vajti. Le më këta ishin. Pritëm. Si me Niku? Prit më, pisha unë me ata më bër, po prit. Pisha unë aty mrena pas së diti. Gjogallatën. Ka ecur me një shpejtësi 34.000 milje për minutë, për orë, si për sa, kupton, për orë. Ti llogariti çik 34.000 milje për orë. Sa shpejt është. Ata që janë aty mrena bëhen shosh nga shpejtësia e madhe. Shpërbëhet trupi vlla nga shpejtësia e madhe, nuk kupton? Shiko, mu nga e gjithë kjo si tush nga kjo gjëja bukur që këta ikën hanë, boni xhiro aty, arxhun ca lek për bëj xhiro kështu valla. Nuk ka xhun lek. Ja, ishin sa ishin janë I paguajtën amerikanët do. 100 miliard. Po ishte domethënë është si? Për bëj xhiro. Jo, nuk ishte domethënë thjesht justifikim që me i dhënë shtetit amerikan ata sekretarisë luftës amerikane lekët, se para 3 javësh kërkuan 200 miliard ata, nuk pranuan këta, çun 100 gjysmën atje, kupton? Bëj xhiro, Irani rrumullak atje. Bën ca foto nga. Po nuk zbritën dot hë. Kupton, është më se kishin plan për zbrit, se kishin marrë kështu gjona me anë. Po, harxoj 100 miliard dollar. Shkosh atje ti po mos me zbrit. Tash tani sikur ta harxoj un tani 1 milion lek me shku në Greqi, po mos me bë pushime. Thjesht shkoj ta shoh edhe kthehem direkt. Më bëri xhiro ke lek ti. Fiks fare. Mu më duket absurde. Shiko, mu bëri çudi diçka. Këta shkuan e bënin xhiro atje, se bëhet fjalë për perspektivën, do shkojnë prapë. Ti do të ndërtojnë një kështu stacion hapësinor atje. Po nuk do ndërtojmë në tokë, në orbitën e hënës. Në hënë, se orbitën e hënës. Për hënë flitet. Tashi, sepse në orbitën e hënës këta e kanë më të lehtë me ikë për Mars. Po. Ky ishte paktën çfarë thanë këta, atje kemi më të lehtë për të nisur për Mars. Për të shkuar në hënë për sa ditë shkuan këta, për 10 ditë shkuan në erdhën, më duket? Po, për 10 ditë shkuan në erdhën. Domethënë i bi 4 ditë, 5 ditë rrugë. Po, për të shkuar domethënë te në hënë, sa shumë larg sipas planit. Tash për të nisur nga toka për të shkuar deri në Mars, këtyre i prish punë ky 5 ditë që për të shkuar në hënë, me boca ndërtime në hënë, me aeroport në hënë. Po, për 5 ditë dhe e di ku është e bukur. Këta e çuna rakete më ta 5 veta më, sa ishte ato, ma 5 me 5. Bo e vogël se kaq. Shumë. Tash ti do bësh stacion hapësinor, do të çosh, ku dëgjon, do të çosh mall. Po. No. Do të çosh materiale ndërtimi. Do thonë do ta bëjnë kështu, domethënë stacion që bën për dallë. Po, madje do të çojnë edhe njerëz, do si puna jon. Do të çojnë edhe njerëz. Bova kia bën. Aman. 26 çelë prallë. Ora, prit ne themi bëjnë vakie bojnë. Me qeshme nuk do t'ju ka shtellë, është mos dal ke ca gjona që kam në kokë. Po janë ca pralla që njerëzit i besojnë me çimena plak. Ke foton e NASA-s u burr.
kjo është shumë interesante që njerëzit pjesa më e madhe sot janë po them të fik, ja kanë ulë automatat. Pam, edhe kryesorin fund fare. Se që tahet dhe kjo pjesa e kësaj që ikën hon, do të thotë që është Ta bëj pyetje? është funi botës. Ta bëj pyetje, kush është më i madh, toka apo hëna? Jo, thjesht përgjigjo. Si e kemi mësuar në shkollë, toka është më e madhe se hëna? Jo, është më e vogël e burr. Më e vogël se toka. Bukur, shkoj NASA tani me Artemisin. Toka ishte më e vogël se hëna më burr në foto. Boni atë foton dhe ishte kështu. Foto në telefon. O vlla, as Photoshopi s'di me përdor këta, ça? Mirë atë, po s'kishe një yll sipër. Ku? Mia, mohabeti yllave që mo kanë thënë ta reflekton bon kthen, domethënë se kur je në tokë reflekton dielli, ti nuk sheh faktikisht atje. Po aty është errësirë. Po, atje është errësirë, po o plak, se dini se sa reflekton Toka. toka që shërron aparatin e plak. Se këta janë akoma me kështu e burr me këta aparatet e vjetra, nuk kanë këta. Po, e pe fotot. Më të mira ishin 56 se sa 2026. Po, ishte edhe i varianti toka atëherë me tokën tash. Ishte bo gri nga cigare, ishte bo. Toka gri. Por me dëmek e ndërprisin dhe atë transmetimin e herë, se gjatë me kishin live gjithkohës. Aty ishin ke studio Martan. Ishte të po pushi për lekë tani. E fort. Shiko, janë ca tema në të drejtën që sa do t'i folësh, po pos nolli gjo faktike njerëzit, jo se nuk ndrojnë menje, po kam frikë diçka vlla. Me këtë AI kanë shumë sa kanë integru këta. Që po dalin gjonat fake masivisht. Po vjen një pikë që njerëzit shumë gjona nuk do t'i besojnë. Se po mësojnë me këtë idenë që dalin video me AI dhe nuk janë real. Dhe ai kur vi po ja fus kod, vjen ai godet Tiranën. Ne Durrësit po ja fus kod. E shohim videot e më ma burr se s'ka. Ja, është fake, është AI. Kështu që kur zbresin alien poshtë, njerëzit do të më në ma ka. Është AI. Është AI, më burr nuk domethënë kjo dyndja masive me AI. Kur zbresin alienët poshtë. Në këto 3 vite. Kur vin nga jugu thuj, janë po, vjen me pushime kanë qenë ato. Domethënë kur të vi momenti, ai shumë njerëzit janë bukos sepse AI po përparon çdo ditë e më tepër. Dhe është me ritme shumë të shpejta. Jo, përthithet më situata. Kjo nuk është dolë mjaft kontekstit, se në qoftë se njëra nga këto gjëra bën buj, po në qoftë se futet te AI sot edhe themi që është vetëm fake. I bie që këta mund të bëjnë çfarë duan me botën pastaj, edhe ne s'marrim vesh gjë fare pastaj. Domethënë do jemi si pa telefon, i bie koç kemi telefonin në dorë, është, çfarë them, do kthemi një 200 vite mbrapa, po me këtë gjë. Se do themi fake. I bie, para 200 vitësh s'ka pas telefon. Ku e merrshim ne vesh çfarë noste në Tiranë tani? Domethënë as partente bomba mbi raketa. Vesh kur vinte lajmëtari. Po me Telegram. Ai si bie sot? Më duket se do përfundojmë përsëri me pluma. Kupton ose kështu me tymusën. Shiko, janë ca profeci interesante që thuhen për këtë gjona. Që lufta tretë botërore do jetë e katërt tani. Do jetë me shigjeta, thonë të tretën se di, po e katëra do jetë me shigjeta. Po. Më dha Kur e gjithë kjo teknologji kështu bom. Dhe kjo është teknologji për masën, nuk është për ca njerëz specifik. Po pra. Sepse po themi të punosh grafikisht, gjonat me AI, deri dje u punoshin 3D në kompjuter. Do të njeri specifik që do të ja një muj kohë. Por nuk kishe shans ta gjesh në Shqipëri rrallë parë. Gjimon jashtë, se janë gjona që kanë punë. Kush donte të masë shumë dhe donte kohë. Tashi, ai ty të bën ti jep mundësinë që dhe i fëmijë i vogël me 20.000 lekë futet dhe bën gjona spektakolare për jo më shumë se 5 minuta. Domethënë trof ty që ke bën shkollë pa fund, sepse masivisht këta e prishin të gjithë gjërat të rregull dhe bëjnë, domethënë që AI mos ta ketë më atë veçantinë vet, që ti shikosh gjë të bukur, thosh, okay, është bën AI. Është një gjë që është në treg për të pastatuar çdo gjë. Dhe nuk është më produkt që ti e shef me qef ata. Sepse për shembull ta integrosh AI në skenat e filmit. Nëse ta komentojnë na marr burse me AI ka po. Po me çfarë do t'i bëj ato? Tash përdhej makinë.
shpërthej gjysmën e qytetit, me çfarë do bëj? Me AI. Për njerëz që i komentojnë për keq. Kurse deri dje, Thoshin ai shpërthente botën grafikisht, edhe ishte super lux një film se është shumë punë. po. Domethënë, është një situatë që më shumë është për keq se sa për mirë, kuptimin e fjalës, sepse çdo gjë do jetë shumë e thjeshtë për t'u bë, nuk punohet më mekanikisht. Po nuk e kuptojmë se si do vazhdoj të shkojë dhe ekonomia e botës në këtë rast. S'ka është lek, shiko. Po ku do dalë leku, ku? Ti ke një kompani. Leku me kripto, kështu si. Po mirë, okay me kripto. E zëm tani ti ke një kompani. Një kompani që bën website, e marrim shembull. Një person, një kompani që bën një website, e bën atë website që të marrë fitim. Pra njerëzit të paguajnë që të marrin një shërbim dhe ashtu. Tani unë kur jam pa punë, kur jam pa lek, si më e paguajti unë atë website valla? Se ti do më heqësh edhe nga puna si programues edhe në çdo vend tjetër. Për çfarë do AI ti se ta bëni AI? Po s'mor lek në website për çfarë bën? Ndërtime, njerëzit do bënë më ndërtime, nuk do shkojnë më me pushime, se s'do kenë. Ka për të mendoj që ne do jetojmë shumë ndryshe nga si po jetojmë tani. Shumë ndryshe. Shiko, ky shpopullimi vëlla që këta po tentojnë, Po, është që po dalim temë tjetër prap. Drejt kësaj është tun ta përgjysmojnë, mos ten Edhe unë më them- shumë se gjysmë. këta e mendoj gjithmonë që duan Kjo ta ulë numrin e popullsisë, domethënë reduktohet situata dhe Jo më larg se para jave e përmendëm pjesën e popullsisë tonë. po kështu po përmendet gjithkohës. Se janë të bo Që toka nuk përballon dot më shumë se 12 bilion banor. Kështu ka thënë. shiko. E nxorën domethënë ka, që domethënë jemi në prag limiteve, jemi 8.5 a jemi? Jo më se ka qenë 9 pikë ca. Edhe mos them që ka zbrit këtë data. Se vetëm për Covid thuhet që janë çdo që janë rreth 23 milion. Nuk është pak, po situata është e tillë që këta nuk e çajnë kokën për lekë. Se po t'ju deshin lekët, I printojnë. ai e printon për çep në vetë, ai ka. Edhe kjo dyndja që ti me $10, me $20 futesh edhe bon Qef. çat teket te AI. Okej, ajo goxha fitime sepse njerëzit vetëm marrëjnë aty ma. Gjithë se shumë pak lek. E si puna aty në giftave që kanë të lojnat. Po. $1 gjystot, ai edhe Sa $1 sa hyn aty. Pa. Kjo për aty është hilja. Po. Po, si tu në mënyra se si e kanë çlu këta në treg gjerë këtë punë, nuk është gjë e mirë, domethënë. Nuk është gjë e mirë sepse ti bollet mirë dhe të keqen me ata. E mira nuk pin ujë shumë se e keqa dominon gjithkohës, se qa nuk po shohim. Po, se di ky vit po evolon aq raket me shumë gjona që po është emision për ditë vëllat flasim për këto gjona neve dhe Nuk ke ka dalje. fund. Po në fund fare njerëzit pasaj ca gjona nuk i besojnë, as kam për t'i besu në herë, në lëllë në katë kuptimin. Mos harxojnë frymën. Unë AI në mendoj kështu. 2026, 2027 AI do vazhdoj të futet me këto ritme. 2028 AI përvetësohet shumë nga njerëzit. 2029 AI bëhet më zgjuar se sa 10.000 Einstein në këtë tokë. Dhe në 2030 Hiroshima. Kaq. Jo, aty si strategji ti e ke menu mirë atë pjesë, si që e analizon atë, po që ai është mbi njerëzit njerëz që sot. Po që Sepse ne flasim gjithmonë për AI-n që neve na servir dhe që ne njohim. Por atë që ne nuk dim, ne gjithmonë njerëzimi ka pas atë 5% e këtë teknologjisë që kanë dash këta. po. Ai 95% që nuk ka dalë asnjë në shesh. Gjithmonë e kanë ata. Domethënë nëse ne kemi 5%, 95% e kanë ata. Nëse ne jemi kaq fuqishëm tash që habitemi, imagjino çfarë është 95% që kanë ata. Po forma se po integrojnë këta ke njerëzit. Jam shumë dakord me atë që the, po që
AI mund të marrin kontroll shumë gjona, pastaj ajo është si thush problemi i madh që duhet pa. Jo se nuk ka ndodhur. Kemi ngjuar shpesh që doli nga kontrolli, boni këtë, boni atë, jo qit prizën. Që puna është këto vite, a do jeqesh një herë do të prizën më të jasaj? Ja. Sepse po investohet e masa ke këto lloj gjona që ai do të Jo. ai është atë, si do t'ja heqësh ti? Po nuk është më thjesht një çështje heqje prizës e AI, nuk është thjesht një prizë. Është energji. Kjo është vetë. Do të thënë ajo fjala që thënë këta ja heqin prizën. Po them dhe sikur ti t'ja heqësh prizën i ajit. Ta flasim tamam për shembull. Ti ja heq prizën. Okej. Nesër si do t'ja heqësh ti prizën? Sot ti ja heq sepse ai është më në kompjuter. S'ka ç'a bën. Zha prizën ti u fik. Ti sot i ajt për jep ka me dorë. Po të zerë robota në treg. Nesër ti të shkosh të heqësh prizën. Si të heqësh më prizën, kur i ke dhënë dhe dorën, edhe kamerën. Të le ai të heqësh ti prizën? Nuk të S'ka lë. shans. Kështu që sot themi në thojza, po dëroni ai. Sa filloj ta t'japi ka me dorë, moment që me ka me dorë, pastaj e bën qiell jetën. Ne po ja i qielli edhe diku përfundojmë ne vëlla. Ketë shumë ti. Sepse tash ja është teknologjia menon vetëm drejt. Nuk është menja njeriu që menon me 200 kthesa, ajo menon drejt. Po pa i gjë që kjo do po kështu, ashtu do ta bëjë. Je si e dakord ti ajo ashtu e menon. Se ecën vetëm në një linjë. Kështu që njeriu dhe ketë problem të pjesë, po nuk e di se ku do dalim. Është shpër vetë e vjetër, dalim karatare s'to taj, në fund fare. Po, se ti shpresem, për mirë më vë, duhet me i pa, duhet me i ndjek. Dhe njerëzit duhet me gërmun. Të gërmojnë sa më tepër. Gërmo vërda, se gjenë. Gërmo, gjenë. Dhe atë informacion gërmoja, burse janë që njerëzit me gjona thjeshta. Shiko, Edhe, ti thu njerëzit gërmojnë e kështu, nuk janë budallënj, ata liderit botror që i kanë lënë ato informacionet aty në internet. Kupton? E nuk i heqin. Pse i lënë aty ata? Kupton? Thonë mos i hiq, sepse po i hoqe. Sepse po i hoqe, ç'a ndodh? Kjo tregon që pas ka të drejtë ai që e thot këtë edhe e heqin. Nësa po ta lën aty thon është budalla. Kupton edhe? Nuk është. Le të flasim sepse do flasim me vete, nuk do të gjë njëri. Interneti ka gënjeshtra. Bravo, ka interneti gënjeshtra të vërteta. Të vërteta jemi vetëm ne, ndërsa këto që flasin këta janë gënjeshtra. Kjo është loja e madhe. Yeah.